më tepër na duhet për të kuptuar se si ka udhëhequr një drejtues policie në 3 epoka. Po një polic që s'është i korruptuar, po një personalitet i cili i ka dhënë shumë autoritet vetes për të zbatuar ligjin, më tepër se sa për të pasur disa para me një anë, po e them shumë popullor që këtë pjesën. A jeti në këtë pjesë të artë të policisë shqiptare dhe a mendon që mbijeton një drejtues i lartë i policisë nëse është i ndershëm? Po, kjo është një pyetje, si thua, gjithë përfshirëse. Po, sigurisht. Edhe unë do mundohem që t'jem qikoj qiz, se dhe minutat tuaja janë të arta, mos kalojmë ato standardin. Sigurisht që policia e shtetit është një nga struktura më të rëndësishme të çdo vendi demokratik të botës, sepse me nëmbrojtje jetë një njeriut pronën shtetin në tërësi. Që t'jesh drejtues i lartë i policisë shtetit, me siguri duhet të kesh sa parametra, duhet të kesh arritur ca suksese të rëndësishme, duhet të kesh informim të lartë, intelektual, profesional, njerëzor, sepse që të gjitha janë të ndërthuara me njëra tjetrën. Duket u kam qenë i shënjuar që të punoja në këto struktura të rëndësishme. E bukur kjo njerëzor. A mundet një drejtues i lartë policie të jetë gjithnjë njerëzor? Po, mund të jetë njerëzor sepse episodet e mia, siç thatë ju, unë i kam shkruar në historinë e jetës time mes 2 epokash edhe këtu s'është vendi për të thënë. Sakt. Po kam shumë raste njerëzore që i kanë bërë, njerëzit më kanë besuar. Për shembull, kur një person ka kryer një krim, është dashur të vinte reparti special Renea për ta nxjerrë nga banesa. Unë ka pasur 2 raste që i kam nxjerrë vet. Njerëzit më kanë besuar. Dhe kam shkuar direkt me duar në xhepa, pa armë vete, i pa armëtosur, dhe unë kam marrë në dorë vrasësin. Për cilat vite bëhet fjalë? Bëhet fjalë në 97 në Berat, edhe në 99-2000 kur kam qenë drejtor Tiranë. Mendosh që kanë qenë vite të jashtëzakonshme për nga vështirësia? Po ishin vite të jashtëzakonshme, ishin vitet e luftës civile, do ta quanin bota. Absolutisht. Që armët u derdhën në sheshir, u zbrazën magazinat edhe dihet ku përfundoi populli shqiptar dhe shteti shqiptar në tërësi. Kështu që më kam patur ato parimet e mia strikte, kam marrë parasysh riskun, kam patur kosto në karrierën time, sepse njeriu i ndershëm shoqëria shqiptare nuk e do. Nuk bëhet fjalë tu për vetë për struktura shtetërore, të cilat mbarti me vete kur kanë njerëz të tillë përpara, kanë dhe probleme, si i thonë ata italianët. La gelozia se gjithë do të shprehjen e dur, po xhelozia është një kafsh. Një smundje e rëndë. E egër, po. Që bryn nga brenda. La gelozia una brutta bestia. Që përkthehet, xhelozia është një kafsh e egër. Dhe kështu që duke mos arritur dot vet nivele standarde të tilla, respekt në sytë e opinionit, besimi që ata kanë te ty, atëherë vjen stërgomshat dhe më kanë penguar shpeshherë në karrierën time që sigurisht e kanë paguar me kosto, përjashtuar morale që unë s'jam dorëzuar asnjëherë. Por që është shumë e rëndësishme ti jesh mirë me ndërgjegjjen dhe me moralin, besoj zoti Havari. Po në këtë gjithë përfshirje, pyetje shumë e gjerë, por që unë e di fare mirë që ti mundesh t'i japësh përgjigje, në 3 epoka, çfarë do kishte bërë Havari ndryshe me policinë e shtetit? Unë do kisha bërë të njëjtën që në fillime. Kur unë ka filluar në Elbasan, drejtor i policisë Elbasanit, në atë kohë quhej kryetari i degës rendi publik, sepse ishte përmbysja e regjimit. Po. Kam bërë një betim solem vetë, ktheva portretin në jug të Elbasanit nga Bie Shkumini dhe u betova që pra bëre një betim vetes dhe Zotit. E kam shkruar në libër këtë episod dhe unë pretendoj që kam thënë të vërtetën. Kështu që qysh atëherë unë fillova të ngjisja karrierën me punë të jashtëzakonshme. Elbasani për shembull ka ndier shumë ndryshimin politik, në kuptimin që u rrëzua diktatura dhe eri demokracia. Sakt. Ekonomik po e kanë, sepse u mbyllën fabrikat e tjera, ato 80% që ju i dini shumë mirë nga historia, kurse rendin ata nuk e ndjen, sepse unë nuk bëra një lloj krasitje, si i thonë, në policitë që i mbajta gjithë në punë, nuk largova asnjërin. Edhe ata që më kishin arrestuar, që ndruan aty me mua për të vendosur, si thua, rendin
në kushtet e demokracisë. Pra në të tre epokat ti do ishe po i njëjtë, a? Absolutisht. Po me ndryshimin e teknologjisë së strukturave policore, tani kanë dalur pa fund filmimet, videot me telefona, me celularët, që s'kan ekzistuar më përpara. Do ishte më e vështirë sot drejtimi në policinë e shtetit, mendon? Shikoni, për të kuptuar edhe çfarë ndodh me psikologjinë e një drejtuesi tani. Unë e kuptoj, e kam shumë të qartë. Ai gjendet edhe para një presioni psikologjik me telefonin, a? Se ndoshta duke drejtuar një mbledhje, një drejtues i lartë i policisë inqizohet, ai është duke thënë një gjë njerëzore, ndoshta krejt njerëzore. Të kontrollojnë jetën private i bëjnë që të gjitha. Unë në këtë drejtim këto nuk e kam marrë në konsiderat. Mund t'ju them që një ministri i brendshëm X, pa e përmendur emrin, në libër e kam shkruar, bashkë me strukturën e vet, duke mos më kapur dot në situata me kontribut me punën, tentuan të më kontrollonin jetën private për të më eliminuar. Për sigurisht dështuan sepse vetë ata e kuptonin, njëri prej tyre tha unë s'marr pjesë në këtë operacion sepse drejtori jonë është emërtesë e kryeministit. Dhe kështu që u prisi thua në një mënyrë plani i tyre i turpshëm, do thosha orguzi. Qofse e me duart pastra, le të ketë kamera, le të ketë çfarë të doj. Njeriu gjën dhe kurajon edhe kërkon dhe ndjes qofse bën një gabim. Sakt. Por rritet teknologjia, po duhet rritet dhe aftësia profesionale e gjeneratës. Duhet shkojnë krahas, pa diskutim. Sepse ato shkojnë paralel. Po. Krimi sigurisht gjithnjë tenton të jetë i sofistikuar dhe i hap përpara. Është një hap para policisë, ama nëse policia punon në mënyrë të ndershme, atë ka pa hinu, ka ku të shkojë. Denisa? Zoti Avar, si ka ndikuar familja juaj në përzgjedhje që e keni bërë qoftë në jetë, qoftë në profesion? Po, kjo është çështje fati. Baba im thoshte që bashkëshorte, short është gruaja. Sigurisht në dy krahët, edhe burri për gruan dhe gruaja për burrin. Duket kam qelluar në shenjë. Shpeshherë prindërit priren që të drejtojnë fëmijë drejt një profesioni. Po, kam thënë dhe në libër dhe në jetë, edhe në televizion që unë një sy e kam patur te punë e shtetit, detyrë shtetërore dhe një sy e kam patur te familja. Dhe sigurisht që rezultatet i kam marrë, dhe kam rezultate të larta në drejtim të edukimit të shkollimit të fëmijëve, mbase këtu s'është vendi. Që ata dëgjuesi mos na thonë siç bëjnë zakon shqiptarët, dhe në shqiptarët janë shqyrë që nga goja, kanë dhe ato kodet që edhe të ofendojnë, janë pa emër, zdalin me emra, në një mënyrë që quhen patronazhist, por për mua janë këta bashkëpunëtorë të ri të sigurimit të shtetit, dhe janë demokraci kuptohet në dy krahët, dhe kur shohin që portrete që ata nuk jo nepsin dot, sajojnë se ai që ka nëse mund të ketë një akuzë të vërtet që e bazon në ligje të tjera, ja ku jemi ballë shkojmë gjykatë dhe zgjidhim. Por ata kanë zgjedhur rrugën e errësirës. Dhe kështu që do i quaj ata mingjirizesh që kështu kanë kaluar jetën dhe bashkëpunëtorët e sigurimit dikushëm, të njëjtën gjë. Unë jam tabel vajz, po të quaj kështu se kam dy vajza. Edhe jesi drita. Vajza shqiptare. Dhe ju të keni me të gjatë vajzat. Unë kam qenë tabel, dhe po që ndërën tabel do hash plumba.